Së pari ju falenderoj për këtë intervistë tuajnë. Nuk është lehtë të flasim për një personalitet, siç është Hirsi Nikolla, mitropoliti i Apollonisë dhe Fierit. Atë që mund të themi me brenda fjalëve tona, të themi të varfëra, mund të themi që Hirsi Nikolla është një ndër klerikët e devotshëm, një ndër klerikët e jashtëzakonshëm të brezit të ri të klerikëve pas themi rifitimit të lirisë fetare në vendin tonë. Është një njeri i përkushtimit, është një njeri i besimit, është një njeri i cili ka reflektuar besimin e thellë për ulësinë e tij të frymëzuara nga Ungjilli. Duke pasur mundësinë që të njihem me të në mënyrë të veçantë pas rolit të tij drejtues të Akademisë Teologjike nga viti 2006, kur ai dhe kalon në gradën themi e peshkopit, kam kuptuar që nuk është thjesht një personalitet i cili me pozitën e tij pati një efikasitet, një rezultat në drejtimin e institucionit shpirtëror të Akademisë Teologjike, por shumë më tepër se sa në atë të pozitës së tij të një drejtuesi, duke reflektuar edhe një herë thellë atë misionin e tij shpirtëror, besimin e tij tek Ungjilli, për ulësinë e tij, pra përmes shembullit të tij ai ka drejtuar, duke lënë gjurmë në këtë institucion të rëndësishëm të kishës sonë. Por Hirsi Nikolla jo vetëm me aftësitë e tij pedagogjike si një drejtues dhe si një pedagog në këtë akademi, por edhe me gjithë aktivitetin e tij shpirtëror, te i kufive të këtij institucioni të rëndësishëm të kishës sonë, ka treguar që të jetë vërtet një klerik burim frymëzimi për shumë të rinj, duke i frymëzuar ata jo vetëm në aspektin akademik dhe formimin e tyre akademik, por dhe në atë formimin e tyre moral dhe shpirtëror. Kështu që ka një rol të rëndësishëm në edukimin e brezit të ri të klerikëve të kishës sonë për shumë e shumë vite, duke qenë një personalitet i rëndësishëm për Akademinë Teologjike Ngjallja e Krishtit në Shënblash. Gjithashtu Hirsi Nikolla, kur vetë sinodi mori përsipër të themelojë dhe mitropolinë e re themi të Apollonisë dhe Fierit, dhe duke e thirrur atë në këtë pozitë, në këtë shërbim të rëndësishëm si mitropolit i kësaj mitropolie, ai ka treguar edhe aty në atë mitropoli me jetën e tij shpirtërore, të gjithë aftësitë e tij të menaxhimit të themi të jetës shpirtërore të asaj mitropolie, duke ringritur atë hapësirë të atyre besimtarëve, të atyre njerëzve në mitropolinë e tij, duke qenë një shembull dhe duke treguar që kemi të bëjmë me një mitropoli dhe është një ndër mitropolitë me gjallëri, do thonim, të këtyre viteve të fundit, dhe jo vetëm me aktivitetin e tij shpirtëror, me shërbesat e tij, por me predikimet e tij, duke lënë gjurmë të thella në jetët e shumë besimtarëve të mitropolisë së tij. Nga ana tjetër është bërë një burim frymëzimi përsëri për shumë të rinj nga kjo mitropoli, duke ardhur dhe duke studiuar në Akademinë Teologjike dhe duke qenë bashkëpunëtor të tij sot në atë mitropoli. Kjo tregon edhe një herë për vizionin e Hirsi Nikollës, i cili nuk është kufizuar vetëm në një mjedis të caktuar, por për të shërbyer kishës në përgjithësi si trupi i Krishtit, për të parë te i kufive themi administrativ të kësaj kishe siç jemi këtu në Shqipëri. Fola për këtë cilësi të Hirsi Nikollës, por jo vetëm në aftësitë e tij drejtuese dhe ato të pedagogut, apo dhe të aftësive themi të botës shpirtërore për formimin e studentëve, por edhe për sa i takon në veprimtaritë e tij, themi praktike të njerëzve në nevojë, të shoqërisë në përgjithësi, ka treguar që është i gatshëm të mendojë realisht dhe të veprojë praktikisht për shoqërinë dhe për njerëzit në nevojë. Kujtoj këtu ngjarjet tragjike të Tërmetit, ku ai mori përsipër si
në rolin themi e akademisë drejtues atje dhe përmes udhëzimit patjetër të fortëlumturisë të ndjerit kryepiskopit Anastas, duke menaxhuar të gjitha ato situatë themi tragjike, dramatike të asaj periudhe të vështirë, duke strehuar në Akademinë Teologjike rreth 250 persona dhe ai me aftësitë e tij, me besimin e thellë, me shërbimin e tij, për të treguar edhe një herë që njeriu nuk është thjesht një njeri, pra njeriu i besimit, nuk është thjesht vetëm i fjalëve, por është njeri i veprave dhe ka treguar pikërisht pra përmes veprës së tij praktike që të ndikojë pozitivisht në formimin, themi, e një bashkësie të vërtetë në Shënvlash në atë periudhë dramatike për qytetarët e Durrësit, të cilët nuk i përkisin vetëm besimit ortodoks, por të besimeve të ndryshme. Dhe ati jetuan vërtet si një vëllazëri, dhe ai me përullësinë e tij që e karakterizon, me thjeshtësinë e tij që e karakterizon, me besimin e thellë që e reflekton, tregoi dhe u gjend afër të gjithë atyre personave që ishin në atë kohë në nevojë. Por jo vetëm në atë periudhë. Kemi vënë re në mitropolinë e tij që vazhdimisht në periudha të ndryshme ka treguar interes të veçantë për njerëzit në nevojë përmes veprimtarive themi bamirëse që ka ditur të thërrasi njerëz të cilët kanë pasur mundësinë që të japin për ata që janë në nevojë. Kështu ka qenë një burim besimi dhe një garancie dhe të një veprimtarie themi të gjerë të kishës që tregon për çdo antar, për çdo njeri që është në nevojë. Jo vetëm nga ana shpirtërore, por dhe nga ana materiale, të japi pra atë si thuash që na kërkohet si kish që të jemi pranë njerëzve gjithmonë, si në aspektin shpirtëror edhe në atë material. Kështu që mendoj se jemi mirënjohës dhe unë jam mirënjohës patjetër që kam pasur rastin që të jem shumë pranë si pedagog pranë akademisë kur ai ishte drejtues i saj, që përmes shembullit të tij, diti që të bashkëpunoj, të vjeli themi mendimet së bashku, të i trajtoj dhe të dialogoj për të qenë vërtet akademia në pa, për të dalë në pa akademia, gjithë më e mira e studentëve, pra si një staf i ngushtë, vllazëror për të mirën e kishës së Shqipërisë.